për futbolista tjerë, sidomos e Juventusi. Qysh e ke pa kalimin e Zhegrovës atje? Jo, në që ku e kom pasë për shkon në Juventus, më të është një tema se kam shku në Juventus, edhe unë bjerë shumë mirë se kur është në Shqiptar në Juventus. Cili kish me qenë mesazhi yt për krejt rinjt, sidomos ata me pasion edhe që ka një ëndër të madhe për me u bo futbolist? Futbolli si dihet kur, mundet me hec shumë keq që tani vesh një moment vjen edhe vesh kur typ e ban hapin ekstrem nalt. Edhe kështu duhet me thonë menoni gjithë për vetë, adin kështu besoni gjithë në vete, edhe mos e hopni shpresën. Edhe punoni shumë, mos e pritni shtrenheri. Okej. Nga gjithë këto postime nga gjithë ato shikime në fakt që t'jam bo prej postimit, cili është mesazhi që t'ka prek mas shumëti që e ke marë? Prej kësaj foto që e ke publiku? Më kanë shkru shumica edhe trenera si kom pas, edhe lejtarë si më kanë Juventus. Për mu më shkru vesh diko shumë bjerë shumë mirë, se me të thonë drejt 99% vesh pozitiv më kanë shkru. Edhe nina shumë mirë, se normal, hale unë dhamë, kur t'i shop shema foto me Ronaldo, kur ku më shtru me ta, tash se s'pëmoj me lujt me futbol, ama më nëna gjithë me qyrë ma të miren. Unë të dëshuroj shumë suksese që ndrem, edhe vazhdo me qenë kështu ka që i fort, edhe nuk i dihet jetës, ti tash qenë keme një fazë tjetër për trajner, ndoshta do t'kesh suksese aty. Faleminderit. Shumë suksese, faleminderit për kohën. Faleminderit. Përshëndesim nga Prishtina. Ciao. Nga njëherë, fati nuk është gjithmonë në anën tonë, sidomos sportistët janë ata që